Allahu na bon kejve për i banorëve xhennetit. Mirë po ne, nëse Allahu a i dhnu me neve, na kena mundësi sonte, inshallah ta shujmë i dhërimin Allah. A jeni dakord me shujmë i dhërimin Allah? Nëse Allahu a i dhnu me ti, dhe ti me shujmë i dhërimin Allah. Ka thonë pejgamberi Allah, sadakaja lëmosha e shuan hidhrimin Allah. Po zë të kërë me pak, po nëse s'ka problem, banë një jetë me dhonë, edhe banë shumë një jeta, ku ta jepsh një dinor banë një jetë, për prindet tu, të vdek që janë, edhe të gjallë që janë, për shoqën tone, dhe Allah ta marzoje pak, edhe ajo për tije, marzoje tije, shtije pak në shpese me të udhve, pra si të dhe e banë një jetë që e ka të lashën e vetë, nga se sadakaja nëse e shuan hidhrimin Allah, s'ka dyshim se sadakaja gjithashtu e shuan problemin e dunjos. Nuk ka send me e mirë që sadakaja, shëti e problem. Jep sadakaja. Unë e kam historik më odhe, për tishtë, si më pysin, ama unë e me si të li kam përjetu shumë, njoni që banëm analizët e idolë kanë zerë. Ta korrigjojmë edhe njerë mund s'kena gabu edhe më theri, hoqa frenit, ta ki mundësi dikun, ka mundësi që s'kena mundësi, ka morë dhe nevojtarë kemi. Edhe ki i dhanja 300 euro më kujtohet tash, kur i boni mas njove analiza s'kishtë të kanë Ka në mesin tonë musliman të cilët e kanë shumë hidhrimin Allah, po e kanë shumë edhe smunjen edhe problemin Allahu ja ka zgjidh me sadaka. Sadakaja është mrekulli, e me dhonë shpjen Allah azza wa jall është edhe më mrekulli. Për shkak se një mot e bajnë xhamien me sadakan tuaj. Kjo është sadakaja bereqetshme. Para ta ne kena thonë fetva se zekati banë më dhonë xhami. Bile unë e thash, edhe për thamë, edhe për përsërit, edhe do të përsërit. Ma e nevojshme se xhamia, objektet e xhamis s'ka thot. S'ka pushimin ba. S'ka pushimin ba. Ma jetime se xhamia sot s'ka. Pejgamberi Allah ka thonë, unë dhe kujdestari jetimit xhenet ko ishtin. A kje të shidh me kënd ko ishtin pejgamberi Allah. Kujdeso për shtëpit Allah. S'po thojmë për xhamia teme, për në gjithë xhami kujdeso. Se ato kanë me paku të rinj, kanë me pastruar, kanë me mirëmbajtje, ka shumë elemente që ato që janë mrena e tim dhe ato që i kujtesën për to e tim. E ne lusim Allahun azza wa jall si njaq ka i hipni Allahu kja shumë fishohe me shumë, me 10 e ka garantu, me 10 nuk diskutohë, po 700 edhe 7.000, deri sa më tha njoni, kur kam kontribu për që këtë gjami, dhe ati që kam kontribu, ta vendosat biznis me Allahun, dhe bajmo. Allahu ma ka shtu qëtë shumë pasurin në firmë që su mërë s'ke hiq, vendosat që të fitoj sot kej kam i thonë për Allah. A ti sa ka fitu për një dit? A ti që si s'ke firma? A ti që si s'ke firma, mboni telefon tha, a ke mundësi rinin me quen numërë. Sa veta tha që ka që kam fitu e kam vendos kej mi thonë për të rritë me shku me pa qafën. E unë i qova 36. E inshallah dele edhe një denja që shto, edhe ne ja dashurojmë njerëzve shtëpinë Allah. Allahu na i bof nasib kejt me pa qafën. Allahu na i mundsof me vizitu këtë vend të shenjtë. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall t'i pranon vepër.